Vjen shumë keq me thonë që është që kjo për femna martohet, është shumë e tërshpërën sot për mund dëgju kjo tim. Pse? Se do me nda edhe me qitë, do më thonë për shpis, se ka hise tjetër kush, sot ka hala rase që do më thonë femna nuk vjen shpreje me pas, do më thonë, ndamjen e vetë, do më thonë pasuris vetë këto. Kjo është problemi, që me largu sa ma shpejt për shpis, se djali këto, se tjetër, po nuk e përfshi krejt. Kjo është ndohet me regione, me do vene rurale që jënë matë vogla, nështë se menoj që sot një me ka ndryshu rinia edhe moshat, që jënë shumat pjekur edhe janë shumat ditun për këtë pjesë edhe nuk diskutohet. Adi mos t'i përfshim krejt. Se s'moj me përfshim. Zonjën Sabrije, që shpëshe zonja Sabrije këtë diskutimin për dasma që bo, e tha dhe era, tha për para, dasmën ta kam bo krejt shpis, të veç që shku, që shukon për para? Qa ashtë të konë që është tha era, kanë vendos prend, të veç që e përgadit, e ke punu pëndohet që kanë thonë, që atë kanë pru me punu, mu bogati me shku të burri. A është ma mirë tash u shpoja bojmë na? Tash është ma mirë, që koke ma mirë. Se për njerë burrin vetë, për dashuran vetë që ato që e danë, për porat kanë që është dashuran se të gjumë ditë sotë. E të kjo lista, zonja Sabrije po më interesan, të kjo lista që po diskutohet, lista dasmës, që të vjetre tash, se shëpëthiren. Për natë më shurit të vështirë pak, se ki shëqni edhe na kem shëqni, me qasi ma të gjate. Për shemë dhe na thirë na ma përpara tani djallja vojza, thët jo si du që shpëthujnë. E shkurtojnë listën për gjystë, ta hjekun gjystë. Para misone që mua vete fatë, që nuk pajtojshtë. A muna vesh me kry që pjesë mas një veta bërë vetës që një 3-4 herë në kry e harroj me thonë mas një. Kur vjen puna të dasmën, që dasmët një shumë të rëndësishme për individet që martohen. Pra sa dhe që familjarët tjerë gëzohen, jo milionë që familjarët tjerë gëzohen, dasma është marë rëndësishmja për qiftin. Rrjedhimisht qiftin nuk ja ka bërgj, prishmërit, eteket, e pengjet e familjarëve të tyne me i buk ta në dasmën e tyne, me gjithë respektin. Që pi bjanë, menoj, në dasmën tane dëshmiftu njerë që ty të flanë zemra. Më nëshme pas familjar të afërt, po ja ki pas sherin, se ka dalë krejt kina familjar që nuk i dojna, që përzijën ma shumë sësa që duhen jetën tane, që shtim për ty e të tira, e dini që është kultura jonë. Rrjedhimisht, menoj, nuk ka lidhje relacioni çfarë e ki, nëse nuk ta do zemra, nuk e thirr, që kjo është çka unë mendoj. Mus më intereson çfarë relacioni e kam. Në rast nuk puna me thirr, ku diun është kusherinës nanës atë babës, do të më thirr me nderu se këta na kanë thirrur ka marrë të djallë 30 djatë më parë, jo, i tini jashtë që ti do zemra. Njeri i pa dëshirushëm, do të me kuptu vetë hiqë më smorë. Po që ata unë tash për mosh, nuk una për shambun me thira, adini kudioni kusheret. O, kjo është puna që mi njuf pak familjarë, se ka është puna që jënë taku dikun edhe sot ka thonë po du më martu me ta. O shumë që pe diskutaj, o është mirë tjetër që duhet me diskutu, për jemi të dasmat, hala, sa së shëndru. Për shambull, në krejt e dim sa kushtën sot me bo një dasëm, është shumë e kushtushme, për dalim prej të kaluarës, kur dashmen e ka bo komplet familja është angazhu me organizu dasmën, me pagu, me krejt, sot qifti kryesisht e bënë. Punojnë të dytë, edhe nusja dhe dhëndri të dytë punojnë edhe angazhohen që me pas një dasëm për vete. Ta është brena mundësiva, ata kanë qef miftu njerës që ata i kanë për zemër. Pa dasht për shembull me përjashtu dikon, ajo nuk nënkupton që unë s'po du ty me të pas prezent në gëzimin tem, po thjesht mundësit janë që tonë, është ta na kemi budget për 120 persona miftu. Na me shumë qefik shumë bo për 220, po nuk kemi mundësi ma shumë. Kështu që ma miru një ftoj 120 që unë e kom qef për ta. Dhe jonë konë me mu në ditë mira, në ditë këshia, kemi ndoa krejt gëzimet edhe idhnimet bashkë,